Gjithë, selamu alaikum, mirë se keni ardhur. Po shihet se sonte pak ma shumë tri se tema është për kravatat kuqe. Kena mendu me fol për këtë temë edhe pse mu ka dash shumë e mendu qasjen ndaj problematikës. E kam ditë se për dikan mund me konë temë provokative, por mos harrojmë diçka tema sikur kjo. Aspekti dashurisë, ndërtimit familjes, bashkësisë janë temat më të nevojshme të sotit. Për arsye se problemi sot është që ajo që quhet sot globalizëm, po besoj që tonë e keni dëgjuar fjalën globalizëm. Ajo që sot quhet ndikimi kulturor i të hujve, ose ai revanshi që sot e bojnë fuqitë e mëdha mbi popujt e vogël sikur na, pikërisht bëhet në sferën e familjes. Edhe duhet të pranoni fakt, edhe na që falem, edhe na që mënojmë me qenë rob Zotit. Në sferën familjare jena shumë dikun pe i perëndimit, edhe pe kulturave të huja. Nuk po them se këtë kulturë është negative, mos ke shkuptuar, po në një mos të madhe s'kena mujt as na mi pështu. As na që falem s'kena mujt me pështu serialeve ati invazionit madh që na u ka bo. Por që ta, unë e mendoj, temat si kur kjo do të shumë u trajtune për xhamiat tona. Sepse nëse na nuk i trajtojmë, nëse na nuk i japun atë verdiktin ton, qasjen ton, tjetë ju në të edhon qasjen. Na e kam një përshtypje që i na konzervu shumë të tema, nuk i kena trajtu, nuk i kem diskutu me atë arsutimin se xhamia, marrës, diçka, edhe i kena ikë kësoj sfere, tjetë e kam bot vete. Për që ata, edhe truni jonë sot, kur të menon për dashuri, menon që shdojnë ata, jo që shdojnë na, jo që shdojnë Zoti Manush. Do më thonë, ata na kanë përshkru dashurin, edhe na kanë shti, na kanë mësu, na kanë imponu, qasin e tyne ndaj dashuris. Edhe na fetart, edhe një njëri që së i falë 5 vakte, qasja ti për dashurin, është qasje tipike e huja, ka njëherë shumë negative, ka njëherë dhe pozitive, po megjithatë nuk është produkt i fesë, nuk është produkt i xhamijave, nuk është produkt i vajzit, nuk është produkt i këshillave të Kuranit e të Sunetit pejgamberit alayhis salam. Për ata e kam përshtypjen që shumë kemi nevojë me trajtu, pas një cenzurë. Krejt shtrut, çdo problem familjar duhet me diskutu më, sepse mos të harrojmë, njëra prej synime, njëra prej ligjeve të Zotit në kozmos është familja. Familja është ligj kozmik. Familja është sinonim i njërit të parë. Edhe krejt dashuria e martesë, çat folëm deri në fund, është krejt ajo që mon epilogu i tyne është ngritja një familje të shnosh. Epilogu i krejt këtij muhabeti është familja shnosh. Furit dashuria në vetveten e saj. Nuk është aq e rëndësishme sa është rëndësishme epilogu i dashurisë. Pse dashuron ti? Ç'a don ti me dashuri me ndërtu, apo veç dashuron kot? A pe adhurojmë dashurinë na për veten e saj, apo me dashuri po synojna me mri do të çaqe. Kjo është shumë e rëndësi, ndoshta po shpresoj se kemë trajtuar edhe tema të ngjashme. Edhe s'kam ardhur hiç keq, me çelë temat më të ndjeshme, për arsye se shoqëria jonë është në krizë. Aq më tepër që tonë ju kemë ndërzu ekranit, tonë jena dikun pe ekranit, në gjumon e thash, 4 faktore edukojnë njërin: familja, shkolla, xhamia dhe ekrani ose mediat. Që do trija në një mos të madhe e kanë lënë funksionin, ja kanë ndërzu, në edhe në shtëpiat tona mo ja kemë ndërzu gruan e fëmijën, ja kemë ndërzu televizorit, edhe shkollat tona fëmijët ja kanë ndërzu televizionit. Domthon, edhe këto institucione të tjera në një mos të madhe ja kanë ndërzu, ja kanë edukimin, ja kanë ndërzu. Imagjinoni sot për shembull edhe xhamiat, fatkeqësisht, njëri po thotë, njëri çapo thotë, njëri po që ders nuk pëmoj këtu, keni mundi me këshu në YouTube, apo këtë farë fetfaje më në këshu në televizor. Do më thonë, edukimi edhe xhamia ka fillu mja besu xhamatin ekranit. Tash ekrani ka të mirët e veta, mos lexojmë, po megjithatë në këtë prizmin kur na po jetojmë, ka shumë dame, na po dojna me fillu prej të parës. Është ku mendu se është temë, ma pak i shtjelluar, po për tema më të shumë diskutume, sidomos për sociologëve, sepse keni parasysh. Temin që do ta trajtojmë sonte, nuk ka këtë fushë hoxhës. Po normalu ne do të trajtojmë si hoxh, po shumë rrafsh edhe i sociologëve. Edhe ata dhon versionin e vet.
unë do të mundona ndërkohë mu argumentu me naj qase të sociologjisë, po me gjatë rafshi jam edhe qase jam është një hoxha ose një trajtimi fetar tipik. A përfundon dashuria me martesë? Do i këshin thonë edhe ma keq. Martesa është vari i dashurisë. E qënë dhe aty, u martu është e në vej. Martesa është vari i dashurisë. Që të martohesh, dashuria u varras. Edhe në këtë farë mendimi, ka edhe shumë njerëz që kanë qasje dhe fetare. Do ta bëjmë mas pari që temë do ta shtjellojmë. Zdyti do t'i referohem shumë ajetit në surën Er-Rum 21. Do t'i referohem aspektit martesa, një martesë që quajnë martesa friend. Anglisht është kur friend, pe dini çfarë friend. Është një hoxha ka dhënë një fetva për një martesë, kena në gjumon e kena diskutuar, po veç shkurtimisht sot kena më dhënë më shumë hakun, edhe në pjesën tjetër kena më fokusu familja, Ademi dhe Hava, edhe çu ka drejtu Kur'ani Ademit edhe Havës, çu ka trajtu familjen. Për arsye se njëra prej problemeve që është të dominu për momentin është se dashuria transmetohet deri te martesa. Për shembull, krejt filmat, krejt serialet e trajtojnë dashurinë veç sferën e asoj aspektit avanturës. Si të martohen kryet seriali deri te martesa. Si të martohen? Ose për shembull, janë ata protagonistat e serialit. Çata që të martohen dalin pej skenës, as vinë ata të tjerë, sepse këtë filmi është mu bashku dy vetë. E peripetie bume 270 epizoda në fund bëhen bashkë. Tamam ti 280 orë ke dhënë kur u martonu kry. Domethënë, ekrani, çka po bën ekrani sot? Ekrani s'po do me fol për martesën, keni parasysh. E martesën po do me pas si një katastrofë. Si një diçka që u mbyll kapitulli i dashurisë, edhe po na fol për këtë skenën, çka po ju ndodh njerëzve të martuar ose njerëzve që po na ndodh nisën për një mëko ka qenë më mirë me najt pa martu. Bile ça më dhani një kum lezu sot që të varçosh shumë e kum hulumtu, e lexova një fakt në habite. Arab para se mor Muhamedi. Arab para se mor Muhamedi. E kishin pasur zakon interesant, s'ishin martu. Kur e kish dash një burr, një gru shumë, s'ishin martu. Pse? Me bëu martu se e dumo. Edhe ishin me që shto 50 vjet, si dashurum, si avanturas, edhe si ishin martu. Pse? E vetëm tek kur Hazreti Muhamedi ka filluar me ndruket koncept, edhe kanë ndruar me një fjalë kanë ndruar konceptin. Normal me angazhim të madh, kur ju ka ofruar një problematike fejesës, edhe ju ka ofruar një problematikë e të dashuruarve që diskutuam në xhumon, edhe ka thonë lem nara lil mutahabbin mithlu nikah. Nuk shohum diçka më të mirë për njerëz të dashuruar se sa martesa. S'ka ilas tjetër. Nuk ka rrugë tjetër për njerëz të dashuruar se sa martesa. Tash mos harroni çka, që kjo është kapitull i cili para ti ka qenë një mentalitet ndryshe, një qasje ndryshe. Fatkeqësisht sot në shekullin e 21 u kthye ai koncepti i para Muhamedit alayhis salam. A është e vërtetë ose është e vërtetë? A mbyllet kapitulli i dashurisë pas se të martohen njerëz? A don njëri gruan njëjtë kur të martohen sikur që e ka dashur para se më martu? A zbutet pak dashnia pas se të martohen? Është çështje nuk mundem bashkëlet më përgjigj. A dini pse? Se dikush ai marton do njerëz që janë të martuar pak kanë edhe prevojë. Nuk janë ndjenjat për një mend njëjta. Është e vërtetë, kur të martohesh, tash problemi është interpretimi i dashurisë, sepse sipas feje dashuria jo që bjen, po dashuria transformohet, transferohet, ka lënë një etapë tjetër. Për që ta, një sociolog dashurinë e ka nda 3 nivele. Edhe që këtë qasje, kësha dasht mësë me arru kur ju. Nuk o qasje, kjo tash që pëvullë është qasje sociologjike, po është e vërtetuar edhe shkencëtarisht. Dashuria ka lënë 3 kategori, në 3 nivele. Jo që asgjësohet, jo që zhduket, ka lënë nivele. Niveli parë është, thot, niveli i magjepsis. Edhe është niveli i avanturës, niveli i dashurisë, nivel, tamam Shën Valentini është këtu,
kur ata s'kan mujt më pa takohen në radhë, dashuri madhe me SMS-a, me Facebook-a, dashuri e zjarr, këtë zjarr është apo. Në çet periudhë, arabët që ta quajnë dashuria e verbët. Në çet periudhë që ata dy dashurumt janë qarë, nuk shohin kur gjë tjetër veç dashuri. As të meta, as të liga, as fjalë të këqij. Këtë mirë, këtë është okay, gjithçka është në rregull. Ky njeri më i mirë në botë, ky njeri më ideal në botë, as një të metë se ka, është njeri preferuar, është njeri jam, është njeri shpirt deri në fund. Fatkeqësisht, krejt mediat që dashurinë e afrojnë sot në ekrane. Se kjo është dashuri që më thon, atraktive është kjo ta bën serialin interesant, apo kupton? Kjo është film i Superman, apo është film i lezetshëm. Faza e dytë, shumë interesante faza e dytë, apo quajmë faza dashuria e zbulimit. Dashuria e zbulimit është faza kur ata dy bashkohen ose bashkëtojnë ose martohen. Njërin prej dyja, e pse faza e zbulimit? Se tash, që thon, ajo magjepsja ka kalu, dashuria e verbit ka kalu, tash dashuria ka filluar me qelë syt dhe fillojnë të dalë me apo të metat. Njëri tjetrit, jo më të kokë katastrofën se kum vita. Kokë llamëra, ai ka shë që e ka bën. Tash është faza kur njeriu ose burri ose gruaja fillojnë me pa njëri tjetrin. Faza më kritike në dashuri. Faza më kritike. Që kjo faza kritike kryesisht nuk shfaqet në ekrane. Këtë fazë ose shfaqet në ekrane, po gjithë rezulton me ndarje. Për që ata luftu, kur të bëhen bashkë, një avdit u ndajten. Që kjo është fati i shumë i kulturës perëndimit. Që kjo është fati mos me thonë krejt, 95% artista, 95% VIP-ve, që kjo është fati tyne. Për që ta është e vërtet, në perëndim së thuhet me plot të drejt, thuhet kështu, dashuria përmbyllet si të martohet njëri. Për që ta përpjekja është sa të mojsh me shty martesën të ata. Unë kur im kanë në Angli, kum po njëri 70 halesu martu. Veç bashkëtes. Është edhe një aspekti ekonomik, financiar, se me bu më martu tani me bu më da i bjen gjysa e pasunis, e kështu bashkëtes aja nuk ka akses krejt në pasunin e ti, është edhe kjo muhabet, po me gjithat është edhe muhabeti që ata dojnë me kalu qështu jetën avantur. Arabët i thojnë hubbul infitah, dashuria e hapën, tash fillon njëri me i qilë sytë, me i po senën, po e hapën është i hapën. Po du një detaj që të me full diqka. Pse në të kalumen ka pas ma pak divorc, tash ka ma shumë divorc. A keni mendu në herë? Pse babalar tunë si nda, pe i grave, na për nda ma shumë. është shumë rëndësi që ke fazë që po shpjegojmë në tash, se babalart edhe një pjesë e paraardhësve tonë nuk kanë kaluar nëpër këtë fazë. Direkt pej as ka fazë ma gjepsjes, as ka fazë, a ju hi dhonër se ka po kur grunë e vetë ma herë. Apo kuptani? Aj direkt, si me parashut, direkt u hi dhonër. Edhe aj nuk din qa ma gjepsja. Ati tash edhe ma gjepsja, edhe zbulimi, edhe bashkëtesa për një herë ndodhin, apo kuptani? Edhe aj nuk ka pas rast, për që ta kjo ma gjepsja tani u përzi me zbulimin edhe me bashkëtesën edhe ka ndodh, për një me ka pas ma pak ndarje, shumë e vërtet ka pas ma pak ndarje. Një hulumtim ish bo kohën e funit, hulumtim në perëndim u bo. Martesat të cilat, se dhe, mos harani, perëndimi si kur tipik si kur nga ka qenë këtu në herë. Shumë dhe për Angli, për shamu krejt qa fulim ples tonë, fulim ples të angleza, o këtani. Ta din këta ples tonë kur të bujnë muhabet, u konë kështu, u konë mirë, nostalgjia për të kalume. Krejt ples të perëndimit që të u muhabet i kanë rinia po bujnë kështu, nas kena bu kështu, o këtani. Kjo nuk i ndodhe veç venit tonë, i ndodhe çdo veni. Kjo është arsye, ajo statistika që ke është dikon 70% të rasteve që kanë kaluar nëpër këtë fazë kanë ndodhur ndarje. Ndërsa më herët veç 30% ka pas ndarje. Domethënë faza e parë, faza e magjepsës, është dashuria e verbit. Faza e dytë është faza e zbulimit, kur dy dashnor fillojnë me zbuluar njëri tjetrin më shumë,
Edhe faza e tretë është faza e bashkëtesës ose e familjes, më mirë thënë se bashkëtesë ka mundësi më keq kuptu. Bashkëtesa, dini çfarë do të thonë? Ose tash po fulem martesë këtu. Pja gjesëm më mirë se bashkëtesë ka një koncept tjetër në perëndim. Martesa është ashtu kur bashkëshortë e kanë njohur njëri tjetrin, ja kanë pa të metat njëri tjetrin, po kanë pajtu me jetu me të metat. A po kuptoni? Te je ke zbulu që gruaja të ka çet met, gruaja të ka zbulu që ki çet met. Kjo kon faza e dytë, kur jeni zbulu, jeni shfaq tamam çushini. Megjithatë u kalu edhe kjo krizë, edhe u hin fazën e bashkëtesës, bashkëveprimit, bashkëndërtimit, bashkëshortësisë. Kur ata ajo gruaja ty don me krejt metat që shiki, edhe ti e don krejt gruan me tënat metat. Ajo nuk të prek ty në pikat e dopta, ti nuk e prek në pikat e dopta dhe tash në kuptimin shkencor është një hormon, tash lidhet tema e hormone këto atë. Unë nuk jam i thirrur me fol. Po në fazën e magjepses trupi pëlqej që një hormon po bëj ke budall njërin. Hormoni i dashurisë. Për që ta me të drejt, tjetër hormon është para martesës, tjetër hormon e mas martesës, është me drejt është, ka një farë ndryshimi, dashuria o transferu, tash, na du të me konë objektiv. Na nuk thojna se u varros dashuria, na nuk thojna se u azjasu dashuria, na thojna kapsu transferim, kapsu ndryshim dashuria, edhe hormonet që në fazën e magjepses kanë fillu me, trupi ka fillu me prodhu një hormon tjetër, që është hormoni i stabilitetit, hormoni një far besimit të një tjetri, gruaja ose burri të bëhet pjesë e jetës, nuk mund me jetu më paton, nuk kiat emocionin e dashurisë që ke pas para, tash e ki emocionin një miku, një shoku, ki nevoj me bu muhabet, me jetu me ta, me zhvillu debat, ka njëherë edhe më hangër, ka njëherë me pos replike, kështë më radhë. Tash e kjo hormon tjetër, është shumë më rëndësi qëto 3 faza. Sepse qëto 3 faza ne zgjidhin problemin. A fillon dashuria me martesë apo përfundon? Jo, na nuk thojna që as fillon as na thojna ka fillu më herët, ka kaluar për faza, veç është me rëndësi mi pas parasysh fazat. Çdo i ri sot, çdo e re sot duhet me ditë që një proces i martesës ka lënë 3 faza. Faza e magjepses. Në fazën e magjepses, pse feja jone ka porosit të rinë mu konsultu me prind? Pse feja jone, kur të vjen vajza mu bo kënor me dikan? Pse du të me ko baba aty? A keni menu në herë? Pse të rritë në këtë fazë ka nevoj mu konsultu me matë vjetër? Sepse është faza e magjepses, nuk she. Ai që i pilqen, bëha ki drogerash. Ai bëha ki ko babin kriminal, po ai nuk dën me pa këtë muhabet, se është e verbt. Kur e sheket muhabet? Kur të në fazën e dytë, zbulimit. Për gjitha në fazën e parë duhet më konsultu. Duhet me prind, me dashamir, me njerëz që e kanë kalu këtë fazë. Shumë rëndësi. Është shumë rëndësi. Trit më konsultu me matë vjetër. Se i ndihmon këtë fazë. Sepse kur të në fazën e zbulimit është vonë mo. Se ose duhet me kalu fazën kritike, me i pranu të metat e partnerit, ose duhet munda. Që kjo është e qasja e parë e dashurisë. A fillon a mbaron? As nuk fillon, as nuk mbaron, se mbas konceptit fetar. Fillon edhe më herët, kalon në për faza, transferohet edhe kalon deri në fazën e fundit që është faza e stabilitetit. Po dojnë edhe një çështje me diskutu. Unë kam u detyru me transmetu arabisht, po do të mënuna me përkëty, sepse na kështu një parasysh. Terminologjia kronjët është shumë precize. Edhe sot një javë, ajo kujtohet, besimtar dhe musliman. E kena diskutu këtu. Është terminologjia kronjët është precize. Korani për dashuri ka përdor 2 terme. Kryesisht. E ka përdor el-hub, edhe ka përdor el-wud, el-wid. El-habib, el-wadud. Njëni prej emnave të Zotit bukur, qysh është? Ose me i dhe të l-buruj, wa hua l-ghafuru l-wadud. Nuk ka emën Zotit bukur el-habib. El-habib është i dashuruari. El-wadud është prap i dashuruari, se s'kena mujt term me përkthy. Mirë po, el-hub, el-wud. Zoti i Mandueshëm kur ka fol për qenin e tij nuk i ka thon Habib vetit.
I ka thonë el-wadud. S'kem terminologji me përkthy, po do të mënona me tokfjash me gjithë kuptimin. El-hub është ndjen e brendshme, emocioni i brendshme karshi një objekti, karshi një qenje, karshi një gjësende tash, nuk kush veç me konë njëre ajo. Dashuria është emocion i brendshëm. El-hub. El-hub është mrena me dashur dikan. El-wadud është kur dashuria fillon me reflektu në etik, në karakter, në sjellje. Me dash dikan është hub, me buzëqesh dikuj është el-wid. Se buzëqeshja është ka reflektu, me karakter ka fillu. Pse Zoti ka thonë vetit el-wadud? Pse i ka thonë el-wadud? Sepse Zoti kur të dën një njeri, që shohar në hadith, Zoti kur të dën një rob, a veç që dën edhe që t'ja pik? Jo, e dën, e thirr Xhibrilin thot duje, i thirr me lasin cir thot dune, edhe e zbret dashurinë e tij në tokë. E kur keni parasysh dashuria e Zotit për robin nuk ka veç ndjenjë, nuk ka veç emocion, po ajo përkthehet me të mira, me reflekton në jetë, në praktik. Për që ata, Islami është, dikush më pyet mu, a lejohet me dashuru me fe, a bën mu dashuru para martese? Nëse marrëm me kuptimin e parë që dashuria është ndjenjë, Zoti s'munëm edhe me mbikëqyr, ti dashuron. Me fe është tani ajo dashuri sa kontrollohet. Ti s'ki drejt me prek, me fol, me bënaj provokim verbal ose praktik ose aty ndodh ndalesa. Të përkthimi dashurisë në praktik. A nëse është veç ndjenjë e brendshme, s'merrëm pyetje për ta. Por që ta dashuria ka dy nivele. Niveli i brendshëm emocional edhe niveli kur fillon me reflektu. Kur ai fillon me bë për ty. Për që ta edhe njëherë mos harroni, në Kur'an është wa huwa al-ghafurul wadud. Pse wadud? Se Zoti ka dashuri, nuk ka vetë se ka dash njerëz, po me atë dashni ju ka dhënë njerëzve ju. Por që ta muslimani s'bën me kon veç el-habib. I dashur. Po me fillu me përkthy dashurinë, me i buzëqesh njerëzve, na jem ty gabuke, na e kum dëgju sa herë na pe përdorëm kanë njerë gabimisht. Njëri serioz o ky. Po lidhja serioziteti s'ka me buzëqeshje. Serioziteti është temë tjetër, na e kena diskutuar njerë këtu. Me kon njëri më rol, nuk është serioz ajo. Gabim. S'ka lidhje me seriozitet ajo. Ajo është mrolja është kooperaci, ajo transmetohet te kooperacia. S'ka lidhje ajo. Bilet dashit me ditë, njëna pej problemeve, të dashurisë, mrapa martesës është kjo, që muslimant ka njëherë din mos me ditë me i shfaq emocionet mas i të martohen. Din mu dashuru mas të martohen. Pjetu në historiave të mira që e kum lexu sot, është një hoxh Gjasim el-Mutawwa. Aja diskuton shumë mirë këtë temën është. Edhe sociolog është. Aja ka zënë një tregim shumë mirë. Dhe jam shku në Angli, e kum taku një hoxh në Angli, shku me mësu anglisht në Angli. Hoxh i vjetër, 70 vjet. Tha dhe jena taku, shtu spontanesht, këna nejtë bashkë, nuk kum pa njëri që do ngrunë më shumë, 70 vjet. 35 vjet i kish martesaj. Jena do një market, bashkë, ka një mu, ja ka ble gruz të vetë, një hedije, matë shtrajtëm, për gjithë gjona që i ka ble. Edhe më kalon për shtypje, plaku, që shtu me ditë me dasht plakën, habija kjo. Masa ne i thët, pe aty një kuriozitetë të këti hoxhës, që të hoxhën thët, mas 5 vjetë kom vizitu në Egjipt, se na ka metë raport. Edhe më ka rastis, atë ditën që kom shku në shpjo konë, ditë e premte, e gjumon. E këna folë gjumonin në shku. Kër e këna fali kindin, na ka ftu në shpe, edhe i na ullë, mas kindis, mi ka kërku 20 minuta, e kam një detyrë me kry. Edhe më kalon vetën në atë udhën, 20 minuta suar, mas 20 minuta uar. Edhe më ka thonë, hoxha 70 vjetë, Gjasim është musafiri, më falë, po e kam një adet që 20 vjetë e bëj me grue, ditëve të gjumon, mas namazit këdis, 20 minuta lexojna Kur'an. E kam përshtypje që ky lexim i Kur'anit ka 20 minuta me grutan, po në arun që atë dashurinë. Kena bo be dhe i desë mos me lëshu. Për që ta, s'mujta pa të lanë vetë 20 minuta.
Domethënë aspekti i ndjenjes dhe aspekti i deklarimit të ndjenjes, mënyrës së shfaqjes së dashurisë është shumë filozofike në fenë tonë, për që ta Zoti i Madhërisht në Kur'an i ka përmend dy terminologji, el-hub edhe el-wid, dashuria e brendshme edhe dashuri në karakter ose në sjellje ose manifestimi i dashurisë nëpërmjet jetës praktike. Janë dy nivele tash. Zoti ka thujt veten me dytën, jo me të parën, sepse me dytën është se Zoti atë dashuri gjithë e ka në praktike ka treguar nëpërmjet të mirave që ja ka dhënë robit vet. Në këtë aspekt për shembull kur ardha i zotnia te Hazreti Muhamedi ka thonë ja Rasulullah unë du filanin shumë. E du një xhamatli. Ai ke kallzu ka thonë shka shko thuja. Qëni shumë filozofike që kjo. Një njëri o orë po të dënë ty. Kjo është ndjenje brendshme. Qatë ndjenjë po shkon pja kallëzën Hazreti Muhamedit, alisa. Hazreti Muhamedi po thotë mos e lemo veç hub, se hub është ndjenje brendshme, shfaqet tash, deklaru, thuje, normal në kufet e shariatit. Se me konë vajzë, se me konë e ndaluar, po në kufet e shariatit, po i thotë pejgamberi shko thuje, shko deklaru. Për që ta dashuria i ka dy nivele. Kur thojna na, për që ta është pak kontradit, unë e du Zotin, veç zbëj kur që për ta. Te ki veç ndjenë të brendshme, do më thonë. Hala nuk ka rrit me konkretizu me veprime. Për që ta një pjesë bukur e madhe adhurime, falive tona, ibadeteve tona, është rezultat që na dojna Zotin, ata është dojna me reflektu që të dashurime me anë të adhurime dhe të ibadeteve. Deri qëtash i spjegum dy çështje, atë titullin, a ka dashuri mbrapa martesës, edhe diskutum dy nivelet e dashurisë. Dashuria si ndjenjë edhe dashuria si praktik ose si përkthemja e asaj ndjenje në karakter. E treta që po dojna monal të dashur bashkë këtu është një që ky problemi i martesës frend. Aty ku kum studiu në Yemen është një hoxh quhet Abdul Mejid el-Zindani. Ka dhe libra, një shmeria krijuesit është njëra prej veprave të tij. Ai është hoxha i parë që ka leju një lloj martese që nuk u njoh në shariatin islam. Zawaju friend. Çka është zawaju friend? Friend është shok, friends, që anglisht i thonë. Kur ka shkuar në perëndim, ka hasur një problematikë të muslimanëve. Çfarë problematike? Dy djem, shkollë fillore, shkollë të mesme, ose në fakultet, studiojnë bashkë, janë dashuru. Edhe rrin bashkë. Ky shkon te shtëpia e saj, ai vjen te shtëpia e këtij. Apo kupton? Shau ti çtash kry familjar, mbrëmje djali të bën një vajzë. Kush o kjo, babi? Kush o kjo? Bab, shoqe. Shoqe. Mirë. Shoqe, po relacioni jëtë me ta ka kalu shoqni madh. A keni parasysh? Shoqe, po ajo që po bënti me ta nuk është më në sazat te ke kaluat limitin e shoqnisë. Rrin bashk, flajnë bashk, hajnë bashk, deri në fund. Ky hoxha ka thonë kështu. Që kjo ndalume, s'ka diskutim. Ka thonë me propozoj një zgjidhje, që ta dy trit, që po rrikan bashk, merr një çoni te në komuna, te hoxha, martani. Le të vjen baba i çikës, le të vinë dy dëshmitar, bëni një çaj, dhe bëni zyrtarizone lidhjen e tyre, bëni një çaj, ata. Edhe apet të jetojnë apa ta qështu. Shkollë shkojnë takuan bashk, mas ditë takuan bashk, një javë dalin pushime bashk, ata janë burrë gru në letra, po nuk jetojnë në shtëpi bashk. Për ato shpenzon baba i vet, për këto shpenzon baba i këtij, domethënë martesë mbi të cilën nuk ndërtohet ndaj përgjegjësi. Monë me, martesë mbi të cilën nuk ndërtohet ndaj përgjegjësi. I liri i apet. Smuhet, e që në baba i vetë të dërdur, jo ti. Ka me shku në shkullë, por nuk jep t'i jep, baba i vetë. Dhomën aja ka të baba i vetë. Ti, relacioni jëtë me ta është veç, burë e gru, nivelin veç dashuris, miqësis, shok, për ti s'ki detyra ndaj saj. Që kjo quhet, në kuptimin e letrave, është martes valide,
sepse niqahi, marrëveshja u bën plotësisht me dëshmitarin, me dy dëshmitar, prezenca e babes, dy familjet janë pajtu, burri e gruaja janë pajtu, janë nënshkru, këtë dakord. Ku është problemi? Problemi është që këta njerëz janë martu pas kanë kriju familje. Në gjumonën e këto kum trajtu. Në gjumon, dje, çto kena diskutu. Unë jam një hoxh që kum bëu shumë niqah këtu në xhami. E kum anulu për arsye se këtij hoxhës Abdul Mejid Zindanit, ani pse ka bëu këtë zgjedhje, kanë replikuar shumë. Pse kanë replikuar? Jo se kjo fetva do të mund gjuhet lehtë, sepse e ka fuqinë e saj. Po e ka fuqinë e saj për ndaj vend perëndimor, për ndaj situatë caktuar. Po jo më bën kjo kulturë. Të natash ka filluar më bën kulturë. Kjo fetva i ka 3 probleme kryesore. Cilat probleme unë ju thras juve, mos me bë më si gjanash. Mu feju edhe mu martu, edhe me marrë grunë me qumë shpejt. Me marrë grunë me qumë shpejt. Edhe me fillu bashkërcia të manë shpejt. S'kena shpi hoqë, mos po që shpi rreni orët, rreni rarë. Krye shkollën, ngraj shkollës, më që dashurë. Po u dashuruva, u dash më nalë. S'po di gjysh, njesin të po s'po mujnë e pedu u kry pune, po u kry puna mere, po s'me e morë, sa për pra. A këta është një farë koncepti, dëna i pej klasës parë me gjithë nusën. Gabim, jo, dënë me gjithë e me ru derit, s'ka, logike gabune. Te du të me kry shkollën, me kalu. Në momentin kur je gatë shumë, i ki kushtet me u bo, me fillu me ndërtu familjen, atëhere, e hap, ofertën edhe martohesh. Edhe gruën, ose të dashurën tonë e qënë shpe, fillan familja. Problemi pa, 3 problemi ka që kjo fetfaja, që unë e mendoj do të me diskutua gjëllarët e Kosovës. Tonë e bojnë që të niqahin në xhamia. Tonë e kërbë këto. Unë e kom diskutu me kolegët mi, një pjesë pajtojnë, një pjesë pajtojnë, po unë e tham mendimin e një pjesë e bukur të madhe të lema dhe mendimin tem nëse më lejohet me thonë. E para është që kjo lloj martese është ty e damtu institucionin familje, sepse këtu s'po ka familje. Tu po ka martesë, po jo familje. Imagjinoni për shembull. Imagjinoni rinia jonë sot këtë janë të martuar çështo. Ku ki familje, s'ka familje, domethënë këtë janë të martuar me çtoni kena gratë për shtëpia të babës. Çish, odës. Në fakt na s'kena asnjë familje. Na s'kena familje, kena martesë, po jo familje. A bëm me shtruni një pyetje. Pse o martesa? Për me ngrit familje. Pse është martesa? Martesa është për me fillu familja. A ka ndaj sen më i shajtë se familja? Në shoqni. A ka celul më fort për shoqnin se familja? S'ka. Familja është bazë e rënies shoqnor. Është ligj i Zotit kozmik në tokë. S'funksionon jeta pa familje. Familja është celula e shoqnisë. Na e kem fillu me rënu. Qysh? Tani na të martuan veç që 5 vjet unë kam gru familje s'kam. Që 5 vjet unë kam gru familje jo. Ajo jeton veç, unë jetoj veç. Problemi parë është po damtohet familja. Problemi dytë që ta dytë të dashurumt, që ta dytë të martumt. Këta nuk janë ty bartë përgjithësitë e jetës. Apo më kuptoni? Këta janë të lirë pe i detyrave. Ky zotnia, domethënë, shkon në shkollë, as një detyrë nuk e ka. As një lloj detyre, as përgjithësi, as këtë i lirë. Ku shpenzon për ty? Për mu baba për ato? Baba. Ky njeri pe fillon martesën pa u mësu me detyra, pa u mësu me ngarkesë, pa u mësu me përgjithësi. Momentin e parë, mas 5 vjete, kur të merr gruan të çon shtëpia, nisin përgjithësi, dojë se kokon kon më mirë çashtu. Por se ta një bukur një pjesë e këtyre gjëra po dështojnë më vonë. Pse po dështojnë më vonë? Sepse ata janë mësuar një fazë me jetu të lirë, edhe ka arë momenti i përgjithësive, ju ka rabarë edhe, ka dështu. E treta, kjo përrezikon të ardhmen. Kjo lloj martese përrezikon të ardhmen. Për arsye se nëse vazhdohet me çit trend, na kena pas ramje në ngritjen e familjeve, kena pas probleme me familje, edhe nëse ndodh ndarja, kena pas problem se na kena pas vajza në shoqni ose djem, të cilët janë kanë të martuar faktikisht. Janë kanë gratë dikujt edhe janë ndarë.
në fat gjatë shumë është e damshme kjo. Ti po më thumu, unë s'da na 1.000%, 1.000% s'ka këtu, se dashuria ndjen, nesa të ftofet, dashuria, s'po mu e du mo. Kry ma vete. Për që ta, unë e mendoj, që ke farlaj martese, që jem të e bo na në për xhamia, na nuk jem të i bo hizmet shëshnis. Na, unë e të pak të mene që du të më ndërpreke. Njeri, u dashuru, duhet më martu edhe me qu grumë të shpia. Në gjumon e kalzova një rast këtu, edhe po dua pet me tregu, edhe po du më ju bo thiris që ashtu du të mja bo. I afer mi jemi, një mik, i juni, e ka bo një gjestë shumë të mirë. E ka feju qiken, e ka feju, fejes. Na kësha marrë dhe djali ka thonë, erdha me marrë të fejume. Po dale, pësof, ja, nda e ka marrë në shëtit. Na kësha me ka prunë shpi. E ky me më stejse. Dale të i ka thonë ku ketë, valaj që u shtetën, ja, u shtetën prit pak, hen ti zoj meri teshat, pe i sodit që të shpia, ku ke pa kështu ti? Ti e merë grun, e merë qiken një jetë, knaqësh gjithë ditën, fund të e qënë shpi. Ku ke pa ti? Nëse dënë mu knaqë me një themen, ajo është, ti banë përgjithsi, mas nej. Se, a din që shpo dënë shësh njerë, unë e përdu me pas një themen, mu knaqë gjithë ditën, a mus me pas detyra ndaj saj. Jo, kjo është një lloj, që mi thonë kësaj, është një lloj prostitucioni, domthon ti shkon knaqesh me njëri dhe s'ki detyra ndaj tij. Ja, me sheriat përgjithas me sheriat nuk ka marrëdhënie jashtëmartësore, sepse marrëdhëniet jashtëmartësore janë veç knatësi, edhe ti s'pan përgjithësi. Jo, te na momentin kur një burr don thjesht me pas knatësi me një grua, më një herë ngarkohet me detyra. Detyra vendbanimit, ushqimit edhe vendbanimi, ushqimi edhe veshja. Automatikisht obligohet. Për ndryshe ta keni shem Valentin, son të shkën ja bjen lulen, dalin, nesër ti ki pun tuan të mjetë. Jo, nesër të bash me tu. Për që ta pse pi pilqen botës shën Valentini, pse pi pilqen? Sepse është një formë e lehtë knatësis mu knas pa bojt përgjithësi. Tash dikush thot, po hoj më mirë ka çdo. Po kjo dëmton familjen, na jena muslimana, po dyna me ngrit familje. Familja nuk ndërtohet vetëm me knatësi. Familja nuk ndërtohet, sepse familja nuk ka veç kontakt intim. Tonë do të më shtin kry njerëz. Familja nuk është kontakt intim. Familja ka përgjithësi. Familja është projekt. Familja është projekt. Një njeri kur të gjon një vajzë martohet, ai do të projekt, unë martohet, është me këmsin tok, unë e ku marr gruan me fillu projektin e jetës. Martesa është projekt, shtinen kryt jem të ri. Projekt, sikur ku dësh me marru një shtëpi që e ki projektin, martesa është projekt. Unë kam martu, kështu kemë ndërtu, fëmijët, kemë punu këtu, është projekt i jetës. Po që ta ka dhe angazhime dhe ka detyra. Po dojnë edhe diçka me diskutu edhe me përmbyll. I kom zgjedh 5 ajete. Tash po du më referu pak Koranit. 5 ajete në Koran Zoti ka fol Hazreti Ademit. Kështu një vllazni, edhe motra. Allahu i madhnushëm kur e ka kriju Ademin asnjë sekond se kalon pa gru. Me një herë gru. Në Koran kur flitet për Ademin, veç ai procesi i krijimit është. Që u kriju gruaja me një herë. Bilin në xhenet atë tjetër më abet çka ka bëu atje. Kur zbrit tok me një herë gruaja. Pse? Sepse me këmsia njeriu tok nuk realizohet veç vet. Do të gjithçysh me ardh dy gjinik me bo bashk edhe me funksionu. Edhe kur jam bo bashk, ja ka vendos Zoti do ligje, çto ligje. Kisha dasht me kont pa negociueshme. Ligji i parë. Allahu i madhnushëm e ka ndaluar çdo kontakt jashtëmartësor. Pe Ademit deri ditë kiametit. S'ka shariat i Zotit që dikuja ka leju me dal me gratë huja, me dal me shfalerka, me dal s'ka. Veç martesë. S'ka në Islam. Jo, i shariati jon, pe Ademit deri sot. Prej Ademit deri sot Zoti ka ndalu martesën e gjinive të njëjta. Edhe është çështje pa negociueshme.
Kata që apo negociohet, se kata shkrejt ke që apo diskutohet. Për neve është e pa diskutushme. Edhe së dujna me qilë heq këtë tim. Mos e qini këtë tim. Se ata kanë qenë me qilë. Apo ku dini? Këta, a për dini këta që folin për homo? A për dini filozofinë e tyne? Filozofia tyne është për fale. Shtini mu folë se mësohen njerëz, ty shoh mësohen. Për që ta mos falni, ma mirë mos me folë. Heq mos me zonë goj. Se me bo me zonë goj, a jam rriti qëllimin. Se a i po dënë me bo tem ditës. Tema ditës dhe të shoh bohat, apo këtën? Për që ta përshë, a i bo një emision e shanë. A ja ka rritë qëllimin, se po e në tash me bo tem ditës. Na po dojna tabu me lanë. Tabu e kjo, s'qelet. S'na interesan e, mosën vetë për këtë muhabet. S'po du me diskutu. Se ty e diskutu po normalizohet. Më falë, s'është tema jamja, s'besojnë këto. Pyetjet i kanë tjetër. E treta, në shtetin islam nuk njihet, nuk pranohet, aja mund me ndodhë, po nuk pranohet, fëmijë që nuk i dihet origjina, ose fëmijë që i rritë shteti. Edhe i qenë mercenara, ne që s'ka kur desa, i s'ka kush shkon për to. Pra, e pa pranush. Qëto jenë ndë parimet e martesa që s'negociohen, s'diskutohen. Zoti Manushëm i ka full 5 ajete e Ademit gjithë me gru. Për me tregu që familja janë është bukur e gru të pandashëm. Wa kulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-janna. O Adem, banat ti dhe me grun tonë në xhenet. Ne. 2. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ajo është që e krijoi prej një nefsi burrin dhe gruan. E treta, o Adem, ja Adem uskun anta, o ti Adem, futu në xhenet ti me gruan tonë, dhe e katërta. Fa qulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjik. O Adem, shejtani është armiku i yt dhe i gruas. E pasta, khalaqakum min nafsin wahida, Zoti ju ka kriju prej një qenieve që ka bu dy gjini. 5 ajete, Zoti se ka dalë gjithë burrin prej gruas. Pse? Pse se ka dalë? Se Zoti po dën familje. Vllazni, familja është njëna prej 5 domosdoshmërive që ka ardhur feja jonë. Ose edhe një herë. 5 khams daruriyat quhen. 5 domosdoshmërit e synimit shariatit. Në tokë janë 5. Mendja, fe e drejta e besimit, pasuria, jeta, martesa. Qëto 5, këshëni, dhe në ditë kiametit, qatë se të zoni halal dhe haram me qëto 5 lidhen. Krejt haramet, shariat janë jatëse nën mendjen, jatëse nën fen, jatëse nën pasurin, jatëse nën jetën, jatëse nën martesa. Lexoni fe dhe në ditë kiametit. Bema një qëfar dush harami. Këtë haramet, së ta shtuma, ku më lidhë me njën për i 5-ve. Se këtu jenë 5 synimet, objektivet e fesë, që to 5 Zotë dënë mi ponë tokë. Mendje të lirë, besim të lirë, pasuni, e drejta e pronës, e drejta e jetës, njerëzut me jetu të lirë, edhe drejta e krijimit familjes, e vazhdimit llojit njerëzor. Për që ta, këshën edhe një filozofi mos të harojnë. Aktiviteti më i madh i shejtanit këtë buto mi do burë gru. Për që ta na nuk për diskutojnë këtu në përgjemia, gjunaqës për diskutojnë gjemia. A besoni që shejtani çdo mbrëmje mas shumë t'i agradon ato që i ka dalë burë grua? Këshëni, lexoni Kur'anin. E keni në surën Bekare, "Wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulk." E keni aty shejtanat edhe sehri. Lexoni në Bekare, shejtani dhe sehri aty e keni. A dini çfarë ato? Yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjihi. Ata punojnë me do burë gru. Që kjo funksioni atë? Na shejtani thojnë atë gjinoa, o burra, aktiviteti qendror i shejtanit është me do burë gru. Se si të ndohat burë e gruja, të llovitet familja, të llovitet shoqëria, krijohet kaos. Këto do të me pas parasysh. Tjetrën, kur des njeriu, a i shkojnë se vape mas judek? Po, veç me një rast. Edhe 2 tjera janë, po ato si në temë e diskutimit. Një rast është nëse kalon familje të mirë, imagjino një babu dek, i kalon 3 djemë 2 qika, 5. Këtë janë fetarë, këtë janë ndershëm, këtë i shërbin shoqërisë.
sa të ekzistojnë 25.000 dhe babës për s'dek të sevape. Se kush i ka po këta? Baba me nanë. Për që ta, çdo punë të mirë që e bojmë na, një pjesë sevapit të shko babës. Shtrot në pyetje, e baba që u fale, e shkojnë sevapa në si desja. O dhe u kry namazin. O dhe u kry agjerimi. Pe cilit bërim i shkojnë babës sevapet, ose nanës, mos të harrojnë. Pe cilit bërim? Krijimi i familjes. Ti des, s'ka lidhje, sevapet shkojnë. A dini që ka babë në ditë kiametit jetë, kam jacit Zoti kurorën për jarit, se djali ti e ka mësu Koranin, ose djali ti u ka një dobishëm për shëshnin. A këna thona në për xhamia, në njëri që ndrën një pemë dhe njerëz të hajnë për fryteve saj, ai ka sadak. E një njëri që e leni e vlat mirë, ai ju një ma njerëzve. E një njëri që ka loni doktor, i ka bo 500 operacioni, i ka pështu 500 jeta. A nuk e ka se vapin ai që e ka duhu e ka rrit? Ai që e ka lon një vajzë, një nan, e ka lon një vajzë, ajo bu nan. Hazreti Muhammed e ka lon Fatimen. Sot asoj ditë është gjeneza e Fatimes. Mos i në versoni që të u muhabete, se janë ti kur vdesh, që a ke buj ibadet e namaz e këtu, ato mbyll kapitulli. A kapitulli ndërtimit familjes kur s'mbyllet? Heq kur is mbyllet. Se nipat kanë më lutë për ty. Për që ta, koncepti i ndërtimit familjes është koncept fundamental. Ja do është shtyllë e fesë. Ja do është synim i fesë. Është synim, është njëna prej objektivave të shariatit. Për që ta rënimi familjes, ose ato që e thash në fillim. Për që ta sot çka po synohet? Ajo globalizmi sot, që është ajo kultura e botës, është përpjekja thjesht familjet tona mund ndiku pe globalizmit. Përpjekja çdo njeri është i lirë, kupton? Por që ta në perëndim praktikisht s'ka familje, ka veç individ. Ai që thot në perëndim ka familje, mundën do familje konservative. Përndryshe, ata mundën me jetu bashkë, po ta janë tipik se cili bot në veti. Jenë totalisht lirë. Në praktik, aty s'ka familje, ata jetojnë se cili veç e veç. Çdo njeri jeton veç e veç. Edhe burri i gruaja jetojnë veç e veç. Imagjinoni, dalim mi pi kafe, ai e pagun kafen e vet, ky e pagun kafen e vet. Për ne. Koncepti i familjes ekziston. O rënu për një herë për gjithmonë. Koncepti me shërby një tjetër, tu në shkojnë shtëpi, ta jot pasujën aty, harroket mohabet. Kjo është mohabet i kotë ata. Ti ki mu shku vetë me bezi pasulin. S'ka, s'ekziston. Mu që me ti qaj. Harroket mohabet, ha. Fatkeqësisht edhe o gjëllartin diku pe qëti farani të ribot nur. Quhet hoxha aty në xhami thot, gruaja nuk e ka obligim me shërby burrit. E ç'a më bëj zoja? Qysh se ka obligim? E ka obligim, po qysh se ka obligim? Ja të mohabet, dikush do të më shërby dikujna. Na kemi një tjetër obligim me shërby. Gruaja nuk e ka obligim me shërby virës. Se ka obligim atij, se ka obligim aty, u bën, aty u bën lamë thire. Gjithkush i shërbën vetë. Domethënë, ki parasysh. Po qysh nuk kena, po ai në natë porositur një plak në rrugë me respektu. Ai natë porositur një plak, s'mund me hyp në autobus, minimum me hyp në autobus po. E aty plaku të shtëpia? Po qysh se kem, kultura jone me shërbim i bojzmet, gjithçysh me bojzmet. Gjithçysh me bojzmet. Po kthehem edhe një çështje. Në qito 5 ajetet, po më interesën, i kom zirë një 4 fakte, po kam qef mjë tregue. Në qito 5 ajetet, ndëgjani ato, që mbra pa reshtav. Ju i një 2 gjini, nga i njëjti lloj, me kahjet kundërta. Zakonisht ai ku kriju pe një nefsi, burin edhe, dhe më thonë, lloje njerëzore, a gjinit janë kundërta. Që ato po qënë ajeti. E dyta, ata dy kanë një vend prehje. Shpia. Ku i tha 2-3 herë në xhenet. Është vend më rëndësi. Jo me tu njëri lindjen bashk, një vend me fillu me ndërtu bashk. E treta, shejtani është armik të dyve, domethënë ju bashk keni me ndërtu, keni mu ballafaqu bashk, jo mu krejt vështërsitë. Bashk keni më mbrojt pe i domave të armikut. Bashk keni më ballafaqu me sfida. Jo vetëm i boj sfida terën terë. Bashk kena më sfidu. Bashk kemi sfidu dhe funit është prej ju dyve ka me vazhdu lloj njerëzor. Nëse funksionon jo mirë, ka me pas njerëz mas juve. Nëse jo s'funksionon mirë, s'ka me pas njerëz mas juve dhe kjo është problemi i pjesës së botës që vazhdimisht do të më marr njerëz na musliman prodhojnë ata
na I marrin. E kena pas një farë programi atëherë Nektari me Hoxhën Bekir Halimin e u konë që apo në plakët shëshnia u konë një farë teme. Në mesin e diskutimit unë po ta thonë atëherë që muslimant nuk ka filozofia veç me bo fëmijë. Duhet me fillu mu fuqizu ekonomikisht. Ma na do që të dy gjona si paralel me bojnë. Imagjino, njerëz në Afrikë bojnë fëmijë, këta pranojnë teknologji, njëri e kryen, bëhet doktor, ata na marrin, para mendo. Do thonë na hikum, se nuk ka letë me bo fëmijë, për që ta s'po bojnë ata. Se me ka letë ata I kishin bo vetë. Na hikim, ata në Afrikë I bën 10 fëmijë, din se hekaj, fundut me lyp azil. Apo kuptoni? Një nanë e jonja, një loke e jonja, me zite u linjit nga bo dhe I ka bo 10 fëmijë, ose 5 fëmijë. Me njerë se shkrejta I ka bo. Me paraj ka tjetë të ujtë t'y la të esha. Funda dini që shumet? Fikal vetë. A di ku I ka djemë? Kanada, Amerikë, këtë unik. Se s'ka këtu, por që ta, ajo që sot na e thojnë në xhami shtonu, kjo është politike sakt, po paralel me këto është fuqizon ekonomikisht, shteti furt, se për ndryshe, na bëha ta mera, e keni, por që ta, nuk është këtë ideja shnosh me bo fëmijë. Veç më shumë, ideja shnosh është më fuqizu që njerëz që I bojna mos më na ik. Për ndryshe, na bojna njerëz dhe na iku, ma nuk është një politikë që s'mon spjeguat, shkputën pe dytës, do të paralel më spjegu. Njerëz që na bojnë thirrje me bo fëmijë, do të më na përgatit kushtet, më na von bonuse, më na përgatit kushtet, keni parasysh, shkollimin e ato. Jo na bani fëmijë dhe shtramo kapuçin. Jo, bën fëmijë po do të zhvillim, vëllai. Bën fëmijë po do të zhvillim duhet. Që to janë dy politika që duhet me bashkëvepru njëna me tjetrën. Jo njëna ose tjetra. Se ata tash janë zhvilluar ekonomikisht, fëmijë s'kan. Na kem sa dush ekonomikisht zero. Edhe e tash te ata po bëhen dy atë bashkë. Krejt në fund përmbylli me një prej ajeteve të Kuranit që ju premtova në fillim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Që ta jetë e këmë lanë për porosi. Se në fond, këmë nëmë ju lanë porosi tonëve, vlaznije, motra, krejt, dy gjinive. Prej shenjave ti, argumenteve ti, është se prej juve ka kriju edhe gjinin tjetër. Ju ka kriju bashkë. Azwajan liteskunu ilejha, prej juve e ka kriju gjinin femne, në gruën, që ju me gjithë prehje të ajo. Në qëtë ajet, Zoti pe I grave vesh një kërkese va. Çdo motër që ndëgjon që të video ka një detyrë pe Zotit. Zoti pe lyp vesh një detyrë. Çfarë detyrë është? Gruaja me qenë prehje, me qenë qetësi, me qenë paqe, me qenë stabilitet për burrin. Burri me gjithë prehjen, paqen, stabilitetin të gruaja. Li teskunu ilejha, të rahatoni të to, gjeni paqe, gjeni rehabilitim, gjeni prehje. A u kry? Veç që të pundet e pojnë gratë tona. Veç një detyre kanë. Burrit krijoj stabilitet. Burrit prodhoj qetësi. Burrit prodhoj rehabilitim. Rehabilitu, qetësu, zbute. Lexoni historinë e Hazreti Atiqës. Çka e ka bëu Hazreti Atiqja Muhamedit? A u dalë me luftu me to bashkë? Ja. E kanë lënë çdo ditë njerëz kurorte, ajo. Krybra aty, bosjeshja, pritja mirë, darka mirë. Harrohen ato që kanë bënë njerëz çdo ditën. Harrohen ato, a? A keni parasysh? Seriozisht po them, krejt bota mu çu kundër teje, ku shkojsh mbrëmje te shtëpia. Darka, muhabeti mirë, një lule aty. Shën Valentin me bojës. Këtë Valentinin me bo muslimane. Edhe një pritje mirë aty. U harun heka, për një me u harun, a? Që kjo kërkesa që Zoti ja ka po grus, prodha stabilitet. Gruaja është vend rehabilitimi, është vend I qetësisë. Për që ata gruaja që s'prodhon qetësi, o probleme qumë ato. Për që ta është ndamje. Për që ta ishtë, a dini, na folëm dhe ishtë tash mu po në fund, a ka divorc? Ka divorc, du të më po divorc, sepse s'qënon kryt. Wow, nalo, I këshpehë. Së në qëndraj ma, e dyta,
Këtyre se po, çfarë po folim për ajet. Ajet, preciz është ajeti, ja? Pe grave po thot o xhale min azwa litaskunu ilayha, grati ka bu për me gjet prehjet e tu. O xhale bainakum mawaddatan wa rahma. Burri në kompenzim qëti rehabiliteti ose qësoj preje i ka dy detyra. Është Zoti më na thot neve, çfarë ka detyrën? E para është el mawadda, e dyta është el rahme. El mawadda shpjegum më herët është dashuri e cila reflekton. Jo veç e mbrëmshme, dashuri që reflekton, el rahme është dëmshuri. Gruaja i prodhon burrit rehabilitet, prehje, burri prodhon i jep dashuri, në kompenzim. Në kompenzim i jep dashuri edhe i jep dëmshuri, rahmet. Me bo mu bo qëto trija. Ajet, për thot për shenjave të tia, kë është ajet i fuqishëm. Për shenjave të tia është në një familje, ku ka prehje, ku ka dashuri reciproke, edhe jo veç ndjeni, se në ka thonë hub, ka thonë me wadde, i ka thonë dashuri në reflektim, në rezatim, edhe treta, dëmshuri, aty e në realizu shenjat e Zotit. Aty e shenjin e Zotit. Mungon janë apë këtyne, kem të lashe. Do të qa me bo tani, do të më shmartu kur tani, sikur ta. Tani i kësë si të martu është. A dini pse njerës tojnë, ta që i po këthejnë atë titulli, a dini pse njerës tojnë me martes kryet më biti, se nuk i kanë jetu këtë trija, me bo me jetu këtë trija. Do të urgjent më martu. Në fond kretë një barcolet, njoni ishë martu, edhe në tanën ishë dalë me shku të shukë, e kur shkon atje, qysh ish martesa, të na e ke bashkë. Kështu, asish interesant, dhajna ka bashkë. Ku tha burra, se kum dit bre, qa ish mirë më martu, tha. Me pas dit, tha, më martu sa ma shpejt. Shu që sa ma shpejt, më martu veç, jo kështu të shpia, me njëherë gru me që të shpia. Allah ish me vlehë, na bani Allah.